Rikthehemi sërish në studio, vjojmë të qëndrojmë së bashku drejt për drejt në MCN Informacion. Në këtë pjesë të dytë kam kënaqësinë të kem në studio një personalitet të shuar të artit muzikor në Shqipëri, dirigjent, drejtues i rëndësishëm i institucioneve artistike, mjeshtër i madh dhe artist i merituar. Një maestro në fakt që njihet ndryshe edhe si një nga gardianët më të rëndësishëm të trashëgimisë muzikore shqiptare. Kam kënaqësinë të kem në studio zotin Zhani Ciko. Zoti Ciko, ju përshëndes. Faleminderit shumë. Gjithashtu, jam dhe unë i gëzuar që në studion tuaj. Është kënaqësi. Shumë vite, një karrierë shumë e gjatë, një karrierë mbi supe për vite me radhë. Nëse kthehemi pas në vitet e para, në nisjet e kësaj karriere, çfarë kujtoni? Po, muzika është një nga artet që karakteristika kryesore dhe dallimi dhe me artet e tjera është që fillon në një moshë shumë të re. Në base arti që fillon moshën, domethënë edhe nga një para moshës shkollore ndodh. Kështu ka ndodhur edhe me mua që kam filluar në një moshë të re fare. Studimin është një art që përqafohet gjithmonë në drejtimin e prindërve, pavarësisht nuk është e thënë që t'jenë muzikant prindit, por prindrit që e vlerësojnë muzikën edhe që dëshirojnë që fëmijët e tyre ta përqafojë atë. Në muhabete më vonë, në diskutime me prindër, shpeshherë i them dëgjoj, ka një mundësi që fëmijët tuaj ta fillojë sa më parë muzikën. Për ta lënë ka kohë gjithë jetën, sepse mund të përqafojë drejtimet të tjera, mund të ketë prirje në drejtimet tjera, ose mund edhe prirje e tij me kalimin e fazave të ndryshme të njeriut, të mundet të transformohet edhe të shpërfaqet në drejtimet tjera. Shpeshherë takon fëmijë të cilët në fëmijën e tyre kanë një gjallëri të madhe, kanë prirje, kanë një ndjeshmëri më të madhe dhe pastaj bëjnë njerëz të matur, njerëz që nuk i bashkon gjë me improvizimin, po përkundrazi janë shumë stabil në punët e tyre. Ju i qëndruat besnik pasionit tuaj të parë. Si lindi si pasion? Po, së pari lindi nga prirje e familjes time, cila është familje që është formuar mbi bazat e njohjes, madje në një institucion të rëndësishëm, siç ishte Radio Tirana, për shembull, ku baba juaj ka qenë artist i merituar, nëna juaj ka qenë folse në radio, folse e parë në radio. Në fillim ishte përveç se arsimtare, po në radio ishte një nga speakeret e para të radios e para, madje fare për programet muzikore. Edhe je kështu që në këto biseda, në këtë jetë të lidhur me radion, të lidhur me muzikën, më pas me institucionet e tjera, sigurisht që njeriu atje ndjen, atje ushqehet edhe ngjeshmëria me prindin është në një moshë që ti kërkon ti ngjasësh sa më shumë atyre. Merr diçka më shumë nga një drejtim edhe kështu që mua më ka qelluar që të lidhem me këtë profesion që në moshë të pra ka ardhur natyrshëm. Natyrshëm ka ardhur. Sigurisht studimi i gjatë i instrumentit që në moshë është një punë shumë e vështirë. Edhe është një punë që nuk është e vërtet se i privon fëminin atyre që merren me instrumentin. Nuk ja privon, ja prir në një drejtim tjetër dhe pastaj ti ke kohë, sido që tjetë që edhe të luash si gjithë fëmijët e tjerë, por madje edhe loja tënde kanalizohet me muzikën, edhe ajo. Bile lojsh edhe kur ti shkon dhe frekuton çfaqet në opera ose diku tjetër, dhe atje me shokët e tu ti do luash pak mënyra, do të ngjitesh një lart shkallëve, do zbresësh poshtë, do shëkosh, do bësh komentet e tua. Pra jeta bëhet intensive nëpërmjet asaj që është një lojë, por është një lojë ndryshe. Është e fokusuar gjithmonë tek disa rezultate, tek një kënaqësi, tek një ambicie. Pastaj varet edhe nga ambienti familjar, si stimulon. Ka prindër të cilët janë mbështetës janë, por janë dhe kritikë në tjetër kohë. Sidomos kur janë profesionit,
Për shembull, rrallë herë ka Sa kritik qelluar. ka qenë babai juaj? Si i kujtoni ju momentet me të në momentin pra ju keni studiuar për Po, violin? violin, po. A ishte këngëtar. Unë kam këtë që babai asnjëherë nuk më ka bërë komplimente, domethënë që dole shumë mirë në këtë provim në saggio që i themi ne, në këto. Ma di gjithmonë, edhe kur një thesha, po kështu më tha, kështu thiri, po, ato të kanë thënë kështu, po ti duhet me ndërë se ka dhe shumë më mirë se ty. Dhe kjo ka qenë tek unë një kërkesa për të mbritur dhe dyshimi në vete, që jam në rregull apo s'jam në rregull. Dhe ta përballoj këtë gjë, dhe të përballoj ka qenë një konstante e vazhdueshme. Siç ka qenë edhe admirimi për shumë kolegë të mi, shok të shkollës, jo kolegë fare të vegjël që kemi qenë që në fillore, të cilët vinin nga dikush nga rrethe dhe të larta, dikush nga kushte shumë të vështira familjare, se në ato vite shpeshherë fëmijët i fusnin në lice artistik dhe fakti që kishte një konvikt, pra për t'ia lënë shtetit i risin 4-5 fëmijë, ishte një vështirësi e madhe ekonomike. Kështu që të gjitha këto gjëra bënin që unë t'i shikonja dhe kolegët, sidomos shumë veta që ishin të talentuar, t'i shifja kur ky bën këtë, ose kjo vajzat janë më shkarta zakonisht, në këto mosha janë të prirur edhe të regojnë e shpalosin më shpejt prirjen e tyre, më vonë pas e nga njerë ndrojnë, jo gjithmonë, po ndrojnë dhe raportet. Kështu që kjo ka qenë fëmijëria midis lojës, midis këtyre, por midis një farë sensi detyre. Për shembull, unë më lenin në shtëpi që studionja dhe më thonin e bëre njerë ushtrimin këtu, merr një fasule dhe çoje këtu. Do ta bësh 20 herë. E bëje 6 herë, 7 herë, 8 herë. Më shumë nuk ashtu. Në vend që ti merrja gjithë ato kokrat e fasuleve ti çonja këtu e të rinja rehat, thoshin dhe gënjesht të vogël, unë kur binja e ndjeja veten në faj edhe s'mënja kur dhe më thënë që të... Ishe i përgjegjshëm. Ishte i përgjegjshëm. Ishe i përgjegjshëm, admironja atmosferën. Kjo është nga pasioni që keni patur për muzikën. Edhe përgjegjshmëria, dhe më thënë përgjegjshëm, sepse si thash që kjo që nuk ja justifikon një vetes që mos merrja një rezultat, dhe më thënë në atë kohë më të mirin e mundshëm, jo nga ambicia se s'ki përkundër i shifja me zilitje, si që thash, por nga fakti që nuk përligjesh dytë me kushtet që kishe që unë kisha mbrapa. Ndërkohë, pas përfundimit të studimeve, në një mosh shumë të re, ju u bëte edhe drejtues, pra drejtori Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit. Po, drejtor artistik. Si e kujtoni? Cilat ishin sfidat? Me çfarë u përballe? E qartë. Shikoni, jeta në Shqipëri, si që po thonin dhe pak përpara se të fillon të emisioni, ka ndërvarjen e vetë nga zhvillimet politike, të cilat në kohën e asaj që ne i themi periudhën e monizmit, krahas aspekteve pozitive të ngritjes së institucioneve, të shkollave, të një rrjeti shkollësh, madje të institucioneve të artit që plotësuan një ëndër të këtyre prindërve, siç ishte babajtime që janë iniciuesit e muzikës në Shqipëri. Është artisti i parë i shkolluar në Shqipëri, si këngëtar lirik. Edhe kështu që kishte këto. Mirë po pastaj ndodhen gjëre prishjet me miqt, ato që ishin miq mbështetësit kryesorë Shqipërisë, njëherë ndodhi me Jugoslavët, më pas ndodhi me Sovjetikët në këtë kohë, dhe ne ishte mosha që unë isha nxënës në shkollë. Dhe në këtë gjë impononin marrëdhënie të ndryshme dhe ndaj kulturës dhe ndaj muzikës. Për shembull, në kohën e kinezëve të revolucionit kulturor, u imponua për disa vjete heqja e gjithë repertorit klasik. Dhe tash mendoni, ne që aspironim të binim instrumentit, bënim koncertet, bënim njëjtë koncertale, siç kishin bërë prindit dhe para ars të tjerë tanët. Nuk e gjeni më këtë, sepse ishte repertori kufizuar edhe në atë kohë ishte
500 vetë ishin teatrin e operës dhe në ansambël, ishte një trup shumë e madhe, dhe këta vërtiteshin vetëm 3 vepra kishte në skenë, s'kishte gjithë tjetër. Çfaq njerë për ushtarët, njerë çfaq për kooperativistët, njerë thrisë shkollat me konvikte të mëdhaja, dhe më dhe një jetë e varfër, sa që u mendua njerë dhe kushe di që plane ka patur në një periud, u mendua që ne të mësonim edhe një profesion të dytë, shkonim në fabrikat dhe të mësonim për shembull instrumentistat bëshin elektriqist, dikush tjetër tornën, dikush tjetër në profesione të tjera në fabrikat kryesore të Tiranës. U aplikua, shkonim një ditë një javë. Ne kishim marruar shkollën, isha koncertmaestër i orkestrës së operës dhe një ditë një javë ne shkonim ne kishim në uzinën e Enver, që i quashtu. Për të mësuar një zanat tjetër. Për të mësuar një zanat të dytë. Mbase mendoni se duhet shkurtoheshim edhe të dinim se çfarë do bëjmë në jetë. Domethënë pra, kishte momente të tilla. Sigurisht kjo kaloi, por në mendjen tonë gjërat shifeshin si të dhëna për një periudhë të gjatë, mendon. Tash u bë kjo uoq repertori, atëherë s'ia vlen më, gjithçka u varfrua. Kurse babaj tim që kishte përvojën e jetës, e më thonë, mos u mërzit, ti duhet studiosh se ndryshojnë gjërat tek ne. Ndryshojnë gjërat. Ishin më optimistë, ishin njerëz që kishin, domethënë, ëndruar që Shqipëria të bëhesh me institucionet që në Shqipëri të kishte një teatr opere, që të kishte shkolla të larta muzike, gjitha këto si dhe të arteve të tjera. Pra, kjo ishte një diçka tipike. Në këtë moment dhe do të përligjnë këtë që të lirohesh një qikë situata, mos të ishte ka që ngushtë, se që ishte. Edhe fillon të pyesin. Fillon erdhën instruktor, njerëz që vinin nga instancat e larta partijake, që të pyesin, more, duhet arti i madh apo s'duhet, kemi veprat tona që na duhen bollësh muzika shqiptare me këto. Sigurisht që njerëz të formuar ishte dhe ndikimi i familjes, të gjithë këta unë isha nga to që në raportet politike të rrymës që drejtonte Shqipërinë atë kohë, përmendeshin dhe autorët dhe madje ato korifejt e marksizmit në gjithë botën, ishin prononcuar se ishin dhe njerëz me kulturë, në Gjermaninë, në Bashkimin Sovjetik, ose në këto, në gjithë shtetet e tjera të Europës, gjysma e Europës ishte me një krah, gjysma në një tjetër. Pra, nuk mundet të mohohesh kjo krahas një arti kombëtar tonë që duhesh dhe duhet edhe sot e kësaj dite dhe duhet të rjetën. Ashtu siç është edhe arti popullor, domethënë. Kështu që këtu ky sinqeritet dhe kjo çpërfaqja time gati si një fiksim që unë jam gati të punoj për ta lëvizur këtë punë. Ishte një faktori që më vlerësojmë shumë. Siç duket dhe ata që kishim sipër dhe ata e kishin këtë mendje, po nevojat e ekonomike të vendit. A mund ta thuash se ky ishte momenti ndoshta që përcaktoi edhe atë rrugën drejt dirigjimit? Jo, dirigjimit jo, sepse unë pavarësisht që mora drejtimin artistik të teatrit të operës, në një moment vështirë dhe u bën shumë reforma madje të rëndësishme në atë kohë artistike, edhe të guximshme, por nga ana tjetër nuk mendonim që do hiqja dorë nga profesioni dhe do bëja diçka tjetër. I gërshetonja të dyja. Më pas erdhën kushtet të tjera dhe kjo i dedikohet fëmijëve të vegjël, nxënësave të liceut artistik Jordan Misja, ku unë u ktheva mbas një periudhe të këtyre shkëputjeve politike në liceun artistik si pedagog i violinës. Atij gjeta një klim shumë të mirë, favorizuese, me pedagogë të apasionuar, kolegët e mi të shkollës, që kishim qenë gjithmonë, edhe këtu ne vetvetiru i vumë detyrë vetes që të përgatisim një brez taft instrumentistësh. Edhe të bëjmë që këta fëmijë në çdo rrethan, pa ditur se si do transformoj jeta në Shqipëri, si do çliroj, si do hapeshin mundësitë e ndryshme. Se nuk e parashikonte, po intuita për të menduar gjithmonë më të mirën
dhe kjo ka qenë një prirje time, që gjithmonë jam përpjekur të mos shoh vështirësinë, po të shoh mundësinë e kapërcimit të kësaj vështirësie. Dhe në këtë mënyrë, atëherë këta fëmijë, edhe duke biseduar me Robert Papavramën, që kishim pedagogun, profesorin e katedrës violinës, edhe një nëndrejtor, Gjovalin Lazari, dhe ky njerëz të apasionuar shumë, edhe të tjerë, edhe drejtori të shkollës, kishte që e bënin detyrën me seriozitet, këta që ishin profesionistë, menduan edhe njerë më thanë, shiko, kemi shumë instrumentistë të mirë. Mirë po, në koncertet e majtë që ishin simbolje të tjerë, dilnin një violinist do i binde në koncert, një pianist, një tjetër, orkestra. Përndaj tha, meri këta dhe na kryo një ansambël ti instrumentistash se tjepet përdore. Kisha bërë dhe ca praktiku në patos me koret e shkollave të ndërmarjeve dhe isha marrë një qik me dirigjimin në një mënyrë tjetër. Kështu që këtu, kjo gjë më bëri pash që kisha diçka, mendova, dhe në momentin që Shqipëria po bënte hapat e para, unë isha afirmuar tashmë si dirigenti i një orkestre virtuozësh. I kisha dhënë provat? Kisha dhënë një provë, kisha marrë, atëherë u shfaqen ndër njerëzit e parë të huaj që erdhën këtu pa ndëruar regjimi, ishin ftuar për të parë dikë tjetër që kishin një pozitë më të sigurt partijake edhe politike. Ne gjithmonë ishim shkollë e mesme, ishim një qikë si të toleruar më shumë se të preferuar. Kështu që në këtë moment që unë gjitha me këta të huajt më preferuan këtë orkestrën time të fëmijëve. Se thanë si kjo s'ka në Europë dhe u quhet orkestra më e mirë në Europë. Ishte diku aty nga viti 78-79 në këto vite, edhe kur u bë ky hap i rëndësishëm dhe ishim për 10 vjetë kjo orkestër i virtuozëve të Tiranës që mori të titull këtë emër të bukur pastaj në Francë, edhe bëri disa turnet rëndësishme në qendrat më të mëdha të Europës dhe ftesa deri në Amerikë edhe deri në Afrikën e Jugut, madje që ishin të pa imagjinueshme sepse në Amerikë ndodhen në periudha e këtyre skemave piramidale që nisi konflikti këtu midis nesh edhe u mbyllën, u larguan dhe ambasadat kishte vështirësi marrëdhënies dhe nuk mundën të shkonin. Ndërsa në shumë shtete tjera, madje në Millennium, ne ishim në Austri në një konkurs të orkestrave të gjithë kategorive të orkestrave dhe në konkursin e Millenniumit, atje mbi 40 orkestra. Dhe këtu orkestra e harqeve, virtuozët e ri të Tiranës, nga Tirana mori çmimin e parë summa cum laude me maksimumin e pikëve të jurisë ndërkombëtare, si në kategorinë e vetë, dhe madje çmimin e Bashkisë të Vjenës për gjithë kategoritë e orkestrave. Mirë po kjo kërkon të impenjim, kjo patjetër që unë duhet të isha shumë i zoti në drejtim, në dirigjim. Ne po shohim fakt edhe disa pamje, zoti Ciko, dhe ju keni realizuar 20 produksione të reja, 55 premiera operistike. Është si të pyesesh një prind se cilin nga fëmijët do më shumë, por a mund të veçoni njërin prej tyre? Jo, po e mbyll kapitullin se është e për cilin kam folë më pak, kjo që po ju them lidhur me këtë orkestrë, këtu është ardhja e tyre në Tiranë, mbasi që u larguan, sepse me vajtjen e shtetit u krijuan mundësi dhe ne këtu e përtrinim për vit. Atje, ajo janë të gjithë, këto violinistat që janë atje, janë orkestrat më mëdha të botës sot. Në Vjenë, në Berlin, në shtetet të tjera, deri në Kuala Lumpur, në Malezi. Koncertmaestri është një ish nxënës i klasës time madje të violinës. E të tjerë janë në orkestrat më të rëndësishme një pjesë tjetër nuk janë orkestrat më të mëdha, por ushtrojnë profesionin e instrumentistëve, nuk kanë vojtur kur njëherë që të çajnë, po përkundërzi janë të ashtu. Dhe kjo ishte rëndësishme, ja ky djali që isha atje ka qenë spale i orkestrës të Skalës,
Kurse këtu jemi, atje del një figurë e Skënderbeut, ajo është e rëndësishme në operën Skënderbeu që për mua është shumë e rëndësishme. Opera Skënderbeu, Lulja e kujtimit, Borana, Një jetë në stuhi, Dhoma dhe Jeta është tëndër, pra këto janë disa... Këto janë veprat shqiptare. Do me thënë, si që janë gjërat që kanë refleksin e kundërt, atëherë në kohën e Enverit, si që themi ne, veprat ishin veprat shqiptare, jo të huaja. Më pas, kur u ndrua Chelsea dhe dolim në këto, u hoqin tëra shqiptare, si kur asgjë nuk bënde, si punë e filmeve, si këto ekstremitetet e tjera. Ato kishin qënë, u rikëthyre në shpinë e tyre, por ne shtuam edhe musical amerikan, ishte West Side Story, gjëra që i parë në filme, i vumë në skenë. Pra, e zgjerova shumë repertorin, se mendonja që Teatri Operës i Tiranës... Cila ka qenë ndikuesi më i madh në karrierën tuaj, nga gjithë këto vepra? Nga gjithë, ka qenë edhe, shiko, edhe klima e përgjithshme. Se për shembull të them që të vepra Teatri Operës të kishte një nga vështrimet e veta, të kishte edhe nga krimtaria e vendit, ke përcaktoi kryeministria. Në atë periudhë kryeministri ishte Fatos Nano, i cili i pari i dha emrin Teatri Kombëtar i Operës dhe Baletit. Pra, ty nuk lejohesh, ishte shkelje të thuash në konceptit për këtë teatr, kur ti nuk vën vepra shqiptare dhe ndron Traviata një ditë, Bohema ditën tjetër, prap një opera italiane, ish italiane, veç qameti një gjermane. Është varfëri e madhe. Sa do që janë kryevepra, po kryeveprat kanë dhe konsumin e tyre, kanë edhe ide që duhet përpozojnë. Pra nuk mund të ketë vepra të cilat janë vënë njëherë dhe vijen gjithmonë njëherë. Po kështu edhe në Radio Tirana, ku ka qenë në vitet në 10, më gjetën atje, me ca norma 3 që ishin vënë, dhe kjo vajtje atje bëri që ne të shofim vështrimin, të afirmojmë artin tonë. Dhe Orkestra e Radios bëri disa turne të rëndësishme në Filharmonin Santa Cecilia të Romës, në salën më të rëndësishme, atje me vepra të reja, ma atje me transmetime televizive, edhe me vlerësime che meraviglia, gli albanesi al concerto, che meraviglia, shkrytur në gazetat atje. Me thënë, edhe në ditët ku këto filloi revanshi, si shtash në vështirësitë ne po ktheheshim nga një turne shumë i rëndësishëm dhe i suksesshëm në Lombardi, në një tempull nga më të vjetrit e katedraleve në Monza, atje po ktheheshim në Tiranë, këtu ndodhen mbyllje e kufive të Shqipërisë dhe ne mbetëm në Itali. Atëherë ne duhet të ktheheshim. Patjetër, shumë vetë ato kishin përgatitur edhe kontejner atje, që ne të flenim atje dhe si thuash të kalonim këtë periudhë s'di ç'do ndodhte. Atëherë unë, si komandant që isha i trupës, shkova dhe i thash atyre rojeve të kufijit italian që ju po stimuloni emigracionin klandestin. Ne jemi klandestin, jemi me pasaport shqiptar, s'kemi vizën për këto, edhe me qëllim që ne edhe u kthyem. Vetëm një person beti se ishte të vllai vet, edhe u kthyem më vonë. Kështu që jeta sa sfiduese duke kur i kujtoni të gjitha këto, që nga fillimet, këmbgulja juaj, puna e madhe, të gjitha me radhë, sa sfiduese ju dukej, ose ju duket sot, për të bërë karrierë në ato vite? Mua më duket diçka që njeriu për mua duhet të shfrytëzoj mundësit për të bërë një diçka më të mirë në profesionin e tij, sidomos kur je edhe drejtues artistik i profesionit, apo një inxhinier, apo një ndërtues digash. Atij jepet nuk ka rëndësi se kush, cila forcë është në pushtet në atë kohë, një forcë 40 vjeçare, apo një forcë 10 vjeçare, 4 vjeçare, ku dhe një tjere. Rrugët ishin të mbyllura. Ti të mbyllur mundësit, por ama unë e pata këtë mundësi. Për një arsye ose tjetër, unë në një moshë
që së ndodhë një historinë e muzikës 25 vjeç të t'jepet, pa pasur kështu si thuash një anturazh politik, nuk kisha njerëz partijak në rrethin tim, patriot, po, edhe profesionist të mirë, po, jo, dhe kjo mu besu kjo detyrë. Atëherë unë këte bëra me maksimumin e mundësive që me ndonja unë, dhe me një sinceritet edhe mbrita dhe rezultate të cilat bindën edhe atë shtet monistës e periude, që për shembull Simfonia e 9 e Beethovenit duhet luhet në Shqipëri. Apo kjo vepër e madhe, apo kjo vepër tjetër. Madje shkuam nga ajo që mendoham edhe të venim në skenë nga muzika e shekullit 20, një vepër përparimtare, si që ishte udhëzimi, amerikane, kulturës muzikore amerikane. Se jo, që të keqe, që do i prishte një këngë apo një arje bukur, diçka përparimtare që ka aspirata përparimtare të njëjme. Po kështu më vonë, në rikthimin tim atë ose në radio. Për shembull në radio kemi bërë atë vepra madhore, në gjeti 90-ta, në kohën që radio u rrethua në ato ndrimet e kësaj, ne vinin instrumentistat e të midis tankjeve që ishin aty rrotull, edhe ne bëm Simfoninë Titanus të Malerit, një vepër madhore, mbi një orë ca simfoni, që nuk ishte çfaqur, pse për të treguar që ne, si thuash, jemi të hapur dhe vetëm duam të perfeksionojmë mjeshtrinë tonë artistike për disa gjëra. Pra me punë arrihet ajo që duhet. Me punë arrihet, sigurisht, punë, me seriositet, me përkushtim dhe me një strategji të përcaktuar mirë, e cila duhet jetë, domethënë, të mbështesi traditën, në mendjen time kjo është, të mbështetet në traditë, i dyta, të shikoj përpara, por të ndikoj edhe në jetën publike, të emancipoj të gjithë klasat. Dhe të brezave, sigurisht dhe brezave që vinë, edhe shohi përpara. Mirë, zoti Ciko, ne do të kemi një hapësirë shumë të shkurtër publicitare dhe do të rikthehemi sërish në studio për të vjuar bisedën. Rikthehemi sërish në studio, vjojmë të qëndrojmë së bashku drejt për drejt në MCN Informacion, do të vjojmë bisedën në studio me zotin Zhani Ciko. Zoti Ciko, folëm për fillimet e karierës, folëm për atë që ka shënjuar karierën tuaj, vit pas viti, puna, këmbgulja, pasioni e gjithë shka tjetër. Së fund me ju keni botuar edhe një libër, Opera ime. Si lindi idea për një libër? Çfarë doni të thoni nëpërmjet këtij libri? Dëshira time është që në një periudhë të jetës time, siç edhe kjo tani, kam disa tema të cilat dëshiroj që ti shndroj në libra. Një nga këto, për shembull, është një emision që kam bërë gati një periudhë disa vjeçare, në një televizion, kushtuar muzikës klasike, në një formulë që kisha timen, dhe që jepte njëherë një javë, jepte një emision që krijon të bindje, si ka lindur, si zhvilluar historiku i muzikës, në përgjithësi, tjetër pastaj ishte cili është arti interpretimit, çfarë dallon se njerëzit duhet ta dinë, çdo me thënë një kompozitor dhe që është një këngëtar ose një dirigent, funksionet e tyre si gërshetohen, si vjen në skenë, si bëhet. Një tjetër kapitull ishte Albanika, muzika hershme shqiptare. Atëherë kur ne se kemi ditur që ka pas dhe këtë muzikë, kërkime, gjëra tilla, dhe një tjetër informacion mbi ngjarjet e rëndësishme të muzikës që ndodhin sot në botë. Çfarë festivalesh ka më të rëndësishme në Europë, në Amerikë, kudoqoftë edhe në vendin tonë. Gjitha kjo është një enciklopedi e vogël muzikore tashmë e shkruar dhe unë kam dëshirë ta botoj. Krahas kësaj, jeta time në institucionet artistike, në radio, në lice dhe së fundi në opera, është një jetë që ka produksionet të tëra, cilat kanë edhe pikpamjet e mia mbi muzikën, mbi trajtimin e veprave, mbi bërjen e kalendarëve, mbi një kulturë të përgjithshme të epokave të ndryshme gjitha. Të gjitha këto sende, të cilat ndodhen në arkiv për çdo çfaqje dhe çdo gjë e kam realizuar edhe të filmuar nga televizioni kombëtar, toni, publik shqiptar, por edhe nga televizion privat në raste të tjera. Në këto
tonet. Krahas kësaj, unë bëjnë edhe një rubrik tjetër në librat që shpërndanin për sallën, ku venim edhe libretin e veprës, për mbajtjen e saj. Kjo ishte diçka e zakonshme. Ndërsa unë shkruaj një rubrik të shkurtër, atje shkurtëzi, që është on bref, që është rubrika në cilën unë tregonja historikun e kësaj vepre, kur është vënë në Shqipëri, pse po e vëm, cilët kanë qenë interpretet më të mirë, cilat janë shfaqja që ka shkaktuar një, si thosh, një hap tjetër përpara. Pra këto ese që janë 40, nuk janë pak, më japin aty që t'i quhet një libër i cili nuk është thjesht një përmbledhje fotografish dhe copa programesh, po përkundazi ka një synim më të gjatë. Dhe duke parë dhe repertorin e tij që fillon që me baletën e parë shqiptare Alileria dhe mbaron me operën Tannhäuser të Wagnerit, është një kalim në për, siç thash, në për opera baroke, ndër veprat të tjera, këto veprat të tjera të kontemporane, të gjinive të ndryshme, muzikët, operave të kohës që predhojnë atë kohë, dhe madje ka dhe një kapitull veçantë të operave që klasikët e muzikës, Mozarti, Vivaldi, Lorcingu, tjetër autor, kanë shkruar për personazhe shqiptare. Pra, ka një opera që dedikohet Ali Pash Tepelenës, që quhet Ali Pasha Ponjanina, nga një kompozitor gjerman, që edhe në Gjermani po të kërkosh mund gjesh incizimin e saj në YouTube, po nuk e gjen filmim kurse ne e vëmë në skenë, gjetëm libretin, gjetëm partiturën, kërkimet mbas kërkimesh e vëmë atje. Ka një vepër tjetër që dhe në Itali nuk është shfaqur akoma dhe ne shfaqëm Krim i një shkolle të rëndësishme të Akademisë së Veronës, që na shërbeu shumë edhe për stërvitur këto zejet e teatrit, se Akademia ka praktika e saj bëhet për arenën e Veronës, teatrin më të madh në botë. Kështu që, domethënë, të gjitha këto gjëra janë këtu. Por krahas kësaj është dhe ky historik i vogël dhe këtu mund të krijosh përshtypjen se ç'mund të dohet edhe në një skenë jo gjigande dhe me shpenzime minimale, por edhe kjo është një aftësi, që do me thënë të dish të grumbullosh fonde dhe përmes këtyre fondeve të dalësh dhe të flesh rahat, mos kesh probleme. Përmes këtyre fondeve të bësh edhe të bësh punën, të bësh shfaqjen, të bësh edhe Aidën me 500 veta në skenë, me një repart ushtarak që dilte para kalonte në finalen e dytë, edhe me shfaqjet e tjera të mdaja, dhe opera në Skënderbeu të Prenkjakovës, një monument i kulturës tonë muzikore. Pra, ky libër do të shërbej edhe një formë monumenti i kulturë, për të lënë trashëgimi të gjitha këto vepra të përmbledhura. Kush do të mësoj profesionin, si mund të drejtohet një teatr me pasion edhe si thuash me një nivel artistik të kënaqshëm, po nga ana tjetër edhe me pak para, korçarshe, domethënë, ose kështu, mund t'i shërbej ky libër. Pastaj janë të gjithë ata që kanë dalë dhe një ditë në skenën e këtij teatri që e kanë emrin aty. Të gjithë, që nga edhe kostumierët, edhe teknika, edhe repartet e tjera, çdo njeri që ka shërbyer në atë periudhë është atje. Është një dhuratë e bërë me mjetet e mia financiare. Që do t'jetë aty edhe do të lexohet edhe do të kujtohen të gjithë këta në vim. Po, e kujtojnë. Profesor, si ka ndryshuar muzika nga fillimet e tua dhe sot, kur ti ndjek muzikën dhe shikon muzikën? Sigurisht, shiko, zhvillimi është një në natyrën e shoqërisë njerëzore. Gjithë çdo gjë, sado kritika, sado gjëra diskutojmë, sado e pamjaftueshme të jetë zhvillimi, kërkohet akoma më shumë, po them edhe atje ku kam drejtuar unë. Ka njerëz që kanë dashur të mbrihet më mirë, mbase ka shëndetërit e tyre. Kaq munda të bëjnë. Dhe kjo është diçka normale, por edhe fluksi vetvetiu lëviz. Gjithmonë ka diçka më të re, gjithmonë shoqëria, çfarëdo që shikosh tu, shef që ka lëvizur. Nuk kanë qenë këto mundësitë, edhe
edhe tash i vjen në disa televizore, kam programacionet e tyre, nuk duhet ja u them komplimentin, po pra ka promovim. Kështu që ka një diçka tillë dhe kjo është shumë e rëndësishme. Po muzika në vetvete, muzika e lehtë, muzika klasike, Tani, ndërthurja mes tyre. Unë mendoj që dy gjëra duhen. Një gjë është e rëndësishme. Më shumë vëmendje tek ana identitare tonë. Nuk lejohet që kemi akoma vepra dhe unë pra po humbasin vlera tradicionale? Nuk humbasin se aty janë bibliotekat, aty janë to, por një pjesë muzikore në bibliotek është vetëm plurit i shërben. Se muzika është bërë që të ekzekutohet, interpretohet. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Dhe e dyta, nuk mund të bëhesh artisti madh në rast se ti nuk këndon dhe gjuhën tënde. Nuk këndon. Dhe nuk mund të jesh përfaqësues i kombit kur ti nuk shifesh në një skenë që i shërben edhe veprave tona. Kjo është sepse krijimtaria tonë ka nevojë për promovim. Ne jemi akoma brapa me këtë. Nuk kemi mbritur. Artistat i kemi, pa artistat shkojnë, këndojnë dikush italisht, dikush atë të vetën, jetojnë andej, bravo i qoftë, përfaqësojnë kombin me dignitet, bëjnë një punë fisnike, se diskutoj. Vdiqem që të kishim quar dhe një veprësh që ka atje. Keni një fragment aty që është Skënderbeu. Ajo është nga arena e Gjenevës, për 100 vjeton e pavarësisë. Kemi shkuar, ku është tu, dhe ky këngëtari që ka interpretuar Skënderbeun është një tenor amerikan, Roy Stevens, që e këndoi gjithë operën shqip. E mësoi vetëm nga pasioni dhe nga ajo që unë i thash hajde ta këndosh, se kishte një zë të përshtatshëm për këtë. Edhe madje edhe hundën e kishte pak kështu si shqiponj, edhe Roy Stevens, si quhet, është drejtori i një opere në Amerikë, ai këndoi operën Skënderbeu shqipe dhe me një diksion shumë të mirë. Kështu që si është raporti, profesor, sot midis muzikës klasike dhe asaj moderne? Pra, ka vend në Shqipëri për muzikë cilësore? Ka vend. Sigurisht muzika e kohës, muzika rock, rrymat e ndryshme, muzika që bëhet në festivalin tonë dhe festivale tjera, në jetën e përditshme, me përjashtim të muzikës në dasma që ka bërë regres të ndjeshëm, dy valle kërcen tërkohën, qojnë e bënë me para shumë, pjesa tjetër është më në rregull. Dhe është shumë e rëndësishme që krahas kësaj edhe muzika tjetër e kultivuar me rrymat e saja, si që janë me këto të gjitha, të eci përpara. Ka shumë vete që kanë mundësi sot shkojnë jashtë, edhe madje një person me cilin jam lidhur këto kohë dhe në botimin e këtij libri operatime, më tha që kam dëshirë të shkoj të shoh një shfaqje, po do bëj shumë mirë, po qim të më rekomandon shikosh. Sigurisht i thash një gjë që duhet të shkosh në atë vend ku gjen atë që është dëshira jote për të shkuar. Në rast se ke dëshirë të shohësh një opera që ti ke parë dhe në skenën tonë dhe do të shko tek ajo, mos shko direkt në Gjermani, në Berliner, në teatrin e Berlinit, ose ku diun në një opera tjetër, ose në Londër, ose në një vepër që ka dhe vepra shumë të zhvilluar sot në botë. Kupton që kanë të bëjnë me konceptet e regjisë moderne, gjëra të komplikuara që nuk. Më thot një miku tonë, kishim vënë një shfaqje të madhe një në opera, shumë, një nga këto, opera në Don Carlos. Një opera e madhe, 4 ore gjysmë atje me gjitha gjërat. Edhe më thot njëri, tha, isha tha në Skala, tha sepse ishte Don Carlosi dhe kam parë atje. Thash, po si shkove, por a i tha, miku tim që më kishte ftuar, dhe më thënë, për partneritet i një firme, dhe shkete, a i më qoj atje. Ate, duke menduar, duke ditur vështirësitë të kuptimit se vepre, po i thash më thuaj të vërtetën, thash. Sa ere pe orën? Kur po mbaron, do më thënë. Kur po mbaron. Kur mbaron, se ti nuk vjen këtu të shofësh një shfaqje.
nuk ke parë njerë që ndodhë në skenën tonë, nuk e parë dhe shkon atje dhe duron, atje duron, po ti e di si e duron. Pra, si do një edukat. Kulturë, muzikore? Është njësoj si kur ti japësh për shumë, po themon, një lautën e mëlsis, ti japësh një fëmije të shkollës fillore që ta lexoj. A i për ta lexon, po a e tërheq ato pikpame, ose një roman të këtëresë, që do thash një titull këshu, sa për të një titull. Pra, ka të bëj shumë, që edukimi muzikor, edukimi bëhen çfarë që sot edhe në kohën time janë bërë, bëhen dhe në opera për të rritë, është një gjë shumë e mirë. Në këtë logjikën e kulturës, edukatës, po edhe evolimin, sigurisht, jo vetëm muzika klasike, pra operat, por edhe muzika e lehtë, festivalet, ju jeni sigurisht keni bërë festivalin, ka qenë një festival, po tani kemi edhe festivalet e tjera, po si e shihni evolimin e muzikës, festivaleve, cilësinë e tyre, konkretisht edhe të festivalit në radio-televizion? Them se ka kaluar një periudhë që pati një rënje, ka kaluar. Tashti ka një ngritje. Duhet të ruhemi nga dy gjëra. S'duhet bëhemi as viktim e traditës, dhe mos bëjmë të bëjmë gjithmonë se kështu ka bërë filani, kështu zhani e bënte kështu dhe tash duhet me të mirë atje. Jo. Po as mos të propagandojmë që vetëm të rritë, që kemi me të ri. Po çdo më thënë, keni me artista, kjo është pyetja. Po bëni një aktivitet që ka artista brenda, të gjithë korave, ose qofte të një parve, po artista mos thuaj me këtë fjalë që dhe më thëmë, e kemi këtë për të rritë. Për të rritë bëjmë festival veç për ata. Bënde dikur Top Channel, në bëni festival në radios, ato bëni një festival të tyre, së më kujtojtë si i quanin atër, që kishi Top Festi. Që e bëni në të, a ishte i prirur drejt këtyre gjërave dhe shkonja atje edhe unë që meresha me lojnë tjetër të këngës, shkonja kërë më thriste a i që ishte ideatori i televizionit atër, edhe kërë më thriste atje shkonja me gjithë qef shifnja gjithë që më takonte mua të shikonja dhe këmbeni mendime për këta. Pra, këtë e shofë si një problem që duhet më bëjt qefi që këto vitet e fundit jemi paraqitur më mirë edhe në këto ngjarje ndërkombëtare. Eurovisioni është ngjarja ndërkombëtare më e rëndësishme ku shkohet pra tash ata kanë metat e tyre, sepse çfarë i mungon Shqipërisë për të arritur një sukses në Eurovision? Kemi patur suksese shumë të mira dhe paraqitur në mënyrë dinjitoze, edhe se kur mbrin shtetet e mëdha të skualifikohen të marrin 0 pikë, ne duhet të rrim pak, kemi krenar, kupton që mund të kemi marrë ndonjëherë, po 0 pikë s'kemi marrë, kaq pak. Në çdo përfaqësim ne jemi krenar, por çfarë na mungon ne që ne ta fitojmë atë festival? Ne duhet të kuptojmë një gjë, dhe këtu ka është një problem menaxherial. Problemi kryesor është ky që duhet që të nuhasim një çik prirjen ku shkon, ku trendi, si që thoni, ku është trendi i zhvillimit të muzikës, që të mos jemi as në maj, se festivali Europian nuk është një festivali i modernitetit maksimal, ka ndonjë çfaqje të tillë, po ka tjetër, por mos jemi dhe mbrapa. Pra, kjo masa nga një në këto rastet e fundit kemi qenë shumë më dinjitoz, por janë dhe problemet të mëdha ekonomike, sepse në rast se ti do dalësh, supozojmë që dolën parët, edhe bëm dhe në qik lobbying, në qik shu dhe të zotët si qemi për këto punë, dolën parët. Kemi në mundësi të presim këtu një festival me shpenzimit të tilla, si që ka me salat gjigande, që ka të me mundësi teknike, me fjallë e fundit të teknikës, të gjitha gjërave. Pra, janë edhe disa faktorë të tjerë që ato që organizojnë, janë të prirur që t'japin një shteti që ndihmon dhe atë, se askush sot në botë nuk lundron midis shpenzimeve që kërkojnë këto mediat e mëdhaja elektronike, vizuale. Më kujtohet që njerë në Budapest... Pra nuk është e gjitha tek përfaqësimi? Jo, nuk është e gjitha. Janë dhe elementet geopolitikës,
Kam qenë njerë në Budapest, në një kohë që ishe me orkestrën të virtuozët atje, edhe me rezultat shumë të mirë, dhe atje do të vinde Michael Jacksoni. Edhe shikoj që në stadiumin atje pranë rinimne, s'kishtë asë një instalim, pa i ndarë ka koncert, pyeta një nga të mërë për si do bëhet një nga këto drejtuesit artistikë. Kishim ne, si do bëhet këtë koncert, nuk shoh asë një impjant atje që tjetë Izrael. Jo, tha, po zëri, tha, merret vetëm mikrofonat ka ky, dhe merret me satelit dhe vjen nga sateliti prap kthehet në transmetim. Në më thënë, flasim këtu 15 vjetë, 20 vjetë për para. Profesor, jemi në fund dhe dua një mesazh për të rinjt, për artistët e rinj. Po. Mesazhi për mua është ky që duhet të vlerësojnë skenën shqiptare. Skenën shqiptare dhe para ta më të mirët që sot janë pjesë e një stadi të sigurt profesional, se edhe e mira s'ka fund kur, por që i bëjnë një karrierë profesionale. Edhe këta, të palestra e tyre, e kalqetoja e tyre, është skena shqiptare. Dhe sa më shumë që të kthehen dhe të mendojnë këtu dhe mbasi të përgatitin këtu të shkojnë jashtë. Dhe më thënë me bagazhin, me atë të tyre, kjo është e ardhmja në ardhë. Kjo është ajo që ka fituar ky brez që na mungojnë ose nuk mbitëm të gëzojmë, ose dhe më thënë e bëm atë sa kishim mundësi. Kjo është shumë e rëndësishme. Dhe më thënë është si një tjetër, një gazetari mirë që bën një emision, jo thjesht emisionin e ti, dhe më thënë të rubrikës madhe, po midis atyre trajton dhe tema që kanë vlerë edhe diku tjetër. Pra, ky vështrim më i gjerë se sa praku i shtëpisë është i domosdoshëm tjetër mbi bazën e investimit dhe seriozitetit në punë. E qartë. Zoti Ciko, faleminderit shumë. Ishte shumë kënaqësi t'ju kisha në studio. Mos bëm shumë moral, më duket. Jo, është me vend. Është me vend. Pas gjithë këtyre viteve karrierë mbi supe, është shumë i nevojshëm. I kërkojmë ndjes në rast se ishte shumë kënaqësi. Faleminderit. Shkojmë në publicitet, rikthehemi pas pak.